Kur flitet për protesta, kemi parasysh reagime, kur themi për reagimi i cili është opozita e ka lajmëruar si paqësore, po kemi parasysh që format e reagimit janë me qindra, të cilët njihen tashmë edhe në literaturën e protestave edhe tubimeve, dhe në rastin konkret ajo mund të shmanget në kuptimin e saj nga gjitha palët, nga palët që i protestojnë, nga ato që i organizojnë, nga palët që janë përballë, policia në rastin konkret, si kundër edhe gjithë struktura dhe institucionet të cilët e përfshihen dhe kanë të bëjnë me organizimin, menaxhimin dhe kontrollin e protesta, si kundër edhe nga vetë individëve. Dhe kur përgjegjësia absolutisht nuk është individuale, dhe në kuptimin është një përgjegjësi e cila lidhet me nëse ka pas element të kësaj natyre që ju përmendët, sepse opozita nga ana saj ka dënuar dhunën dhe ka reklamuar si protestë paqësore, është distancuar prej saj, madje ka deklaruar që policia ka reaguar në mënyrë proporcionale përmes gazit helmus, si kundër edhe danë për dhunën e ushtruar, dhe mendoj që përgjegjësia ka të bëj me gjithë ato të cilët janë përfshirë në një protestë dhe që kanë përgjegjësinë e tyre të menaxhimit të saj, dhe këtu fliten janë për individet, janë për organizatorët, janë për policinë, janë për institucionet, dhe s'mund të adresohet një përgjegjësi individuale për të thënë që ky është përgjegjësi. Po flasim teorikisht, nuk më flasim duke adresu gjëra konkrete, sepse protestën njerëzit kanë të drejtën ta ushtrojnë këtë liri në drejt tyre kushtetuese në mënyrë paqësore, kuptohet edhe duke menaxhuar dhe duke administruar edhe ato emocionet e veta, si kundër edhe reagimi i policisë dhe struktura e përgjegjëse do të jetë proporcional. Dhe parë këtë të vështrim qoftë për ndalimin që pyetet, po edhe përgjegjësia duhet vënë balans elementet e gjithë secilit nga këto qoftë individëve, të organizatorëve, të policisë, strukturave, po ashtu edhe të gjithë institucioneve shtetërore, apo edhe partive politike, po flasim partitë politike qoftë të majtas edhe djathtas, në mënyrë që të jenë të koshient dhe të ndërgjegjshme përballë pakënaqësisë popullore, e cila çfarë kërkon të reflektohet shqetësimi i tyre, i demonstruohet tashmë edhe përmes protestave. E qartë, por ndërkaq, zoti Lezi, nga ana tjetër, mes të arrestuarve ka edhe 4 të mitur, 17 vjeçar që u përfshin pranë veprime me pasoja serioze, dhe ky fakt nga ana tjetër ngre dhe shqetësimin moral edhe ligjor. Sa duhet jetë përgjegjësia e organizatorëve në këtë rast për sigurinë dhe mbrojtjen e të miturve në protesta? Shiko, nderuar, kur flasim për të miturt, kemi një kategori sociale e cila ka një mbrojtje të veçantë për shkak të ligjit. Kemi parasysh që edhe parashikimet ligjore për këtë kategori janë të tilla, kemi parasysh për ato qoftë civile, por edhe ato penale, si çdo ligj ka parashikuar, çdo gjë bëhet interes të fëmijës dhe të miturve. Dhe nuk mendoj që është edhe një retorikë politike, po si kundër lidhet me ushtrimin e drejtave që kanë çdo kush, pavarësisht moshës, pavarësisht kufizimit ligjor për të protestuar, dhe kjo është një drejtë e tyre absolute dhe kushtetuese, por përballja e këtyre ftërive me emocionet që ato kanë për të protestuar, dhe reagimi që është i policisë, kuptohet do të bëjë në farë mënyrë ngjallat emocionin tonë çdo kujt, të cilët policia vihet përballë të miturve, po nuk besoj që jemi para një skenari i cili keq përdoren të mitur për arsye politike apo për arsye të protestave, sepse të miturit dhe çdo kush ka të drejtë protestojë për të armën e tij, të familjes tij, të jetojnë këtë vend. Dhe arsyet e të cilët njerëzit po protestojnë janë të shumta. Kemi parasysh bjerrje demografike, e cila tashmë Shqipëria mbi 1 milion kanë marrë rrugët e botës dhe nuk shohin shpresë, dhe për këtë arsye ato kanë reaguar si kundër, janë përgjigje edhe ftesës opozitës, kuptohet që lidhet me agjendën e saj politike, kemi parasysh me zhvillimet dhe dinamikat e fundit të ndodhura, qoftë në aspektin ligjor, atë kushtetues, vendimet e marra, po si kundër debatin parlamentar, i cili çfarë opozita kërkon që kjo
vërtet të marrë shinat ligjore dhe mos të merren vendime politike të cilës mbron kazat të cilët opozita i ka denoncuar tashmë. Dhe mendoj që përdorimi i kësaj retorike, të cilët e komprometon opozitën duke thënë që po përdorni fëmijët për protesta, besoj që është më tepër politike se sa i përgjigjet sfidës reale apo realitetit, sepse çdo kush ka të drejtë të protestojë pavarësisht moshës, sepse po protestuan të rinjt të pleqt çfarë do bëjnë? Pleqt janë, po themi, me një mosha tretë e cila ne i përgjigjemi sfidave të mbijetesë tyre duke paguar taksa apo përmes pensionet të cilet ato marrin. Dhe çfarë kërkojnë ato? Rritjen e pensionit, çfarë kërkojnë të rritë ninjitarëve të sigurt, sikundër edhe gjithë populli opozitar apo pjesa tjetër e shoqërisë kërkon që Shqipërinë ta gëzojnë të gjithë, jo vetëm një pjesë e pozitës, ndërkohë që pjesa tjetër ngelet e kufizuar në ato të cilet çdo kush ka të drejtë i përfitojë. Kemi parasysh problematikat janë të shumta dhe lidhur me përgjegjësinë, themi që përgjegjësia është një debat që bëhet midis asaj që thuhet përgjegjësisë kolektive me atë individuale, edhe këtu futen përgjegjësi e shumë institucione, nuk është thjesht vetëm apo opozitës, organizatorëve, individëve, pjesëmarrës në mitingje, po sikundër policia nga ana tjetër edhe gjithë strukturat të cilet janë të përfshira. Dhe si e tillë, edhe fëmijët nuk besoj që në protesta përdoren në mënyrë qëllimore fëmijët, sepse askush nuk i kanë kontroll emocionet e tyre për të protestuar. Më tepër kjo janë individuale se sa të jetë një pjesë e një strategjie të mirë organizuar apo mirë menduar për t'i përdorur ato si mburoj për qëllimet e protestës. Jo, e qartë, por duhet të ketë një përgjegjësi, po them nga ana e organizatorëve për të mbrojtur këta të mitur të cilët marrin pjesë në protestë. E nderuar, e para njëherë këtë mbrojtje është ta jep ligjit e kushtetuesat, për ashtu siç e tham, për shkak të kufizimeve që lidhen me moshën dhe po themi edhe gjithë parashikimit ligjor, qoftë kodit penal, po edhe ato të civil, pikërisht këta janë bënë në ligji ka parashikuar mbrojtjen e posaçme, veçantë të tyre dhe çdo gjë bëhet në interes fëmijëve, madje edhe parashikimet penale lidhe me çdo lloj veprimtarie, po themi të miturve. Por nuk kemi në këtë situatë në kuptimin e asaj që t'i atribuohet protestës të mitur, sepse populli opozitar opozita u shfaq me gjithë fuqinë e saj, energjinë e derdhur në atë shesh ku pam një numër të madh protestuesish përtej dallimeve të moshës, të cilët në të drejtën e tyre kushtetuese dhe ligjore, duke respektuar ligjin në kuptimin e asaj që çdo gjë ishte bërë në përputhje me parashikimin ligjor, me njoftimet, me përcaktimin e qëllimeve, me gjithë itinerarin e lëvizjes, sikundër me deklarimin për të distancuar nga dhuna edhe nga aktet e dhunshme, pikërisht nga ana formale ishte në përputhje me qëllimet e protestës dhe ato të cilët protesta synonte, por lidhur me këtë kategori të miturve të cilët shpesh edhe abuzohet në kuptimin e faktit që po keq përdoren të mitur, por nuk është rasti për të thënë që shpesh miturit duke reaguar në format e tyre emocionale, dalin pamje të parë si këto emocione nuk kontrollohen dhe shpesh ato bëhen viktima edhe masave të sigurisë apo në efektit publicitar që vijnë nga pas reagimit në protestave. E thash, po të shohin pamjet që ju po anënçoni, askush nga këto të mitur nuk ka, janë mosha 30, 40 vjeçare, 50 vjeçare dhe nuk shohin në vijnë e parë të frontit të këtyre protestat mitur. Në fakt, zoti Lezi, sa u përket këtyre pamjeve, 16 punonjës policie janë lënduar, 2 pra kanë pësuar djegje të rënda dhe pamjet e ndërhyrjes ndërkaqeshme tregojnë edhe pasojat reale të përplasjes në protestën e mbrëmjes së dieshme. Si duhet të balancohet e drejta për protestën me sigurinë dhe integritetin fizik të punonjësve të rendit? Po, absolutisht, nderuar, do të thotë që çdo gjë do të jetë proporcionale, edhe reagimi i protestës, po edhe kundër reagimi i forcave të policisë, ku thjesht vetëm duke u parë pamjet dhe mënyrën si po reagohet, shohim që
protesta paqësore, por edhe protesta ka dinamikën e saj si një proces i cili vjen pakënaqësia gjithmonë në rritje, e cila shfaqet në formën e saj, por duke ruajtur rendin e sigurisë dhe duke mos cënuar dhe integritetin e askujt nga pa themi të protestës, a qoftë palëve individëve aty që protestojnë në drejtën e tyre kushtetuese për një pakënaqësi që kanë, po sikundër edhe të drejtën e policisë dhe strukturave të sigurisë të cilët mbrojnë shtetin, mbrojnë institucionet, por po të shohim edhe reagimi ka qenë i tillë, nuk lejohet, nuk e di çfarë manuale përdorimi, policia mund të reagojë në atë formë që të hedhë gaz lotësjellësh të cilët kanë efekte të themi të rënda edhe në shëndetin e gjithë protestuesve. Kemi parasysh ndikimit e efektit të këtij përdorimi kanë qenë gjithandej përtes zonës së protestave. Kemi parasysh në një gjeografi kaq të madhe janë efektet e përdorimit të këtij gazi, nuk e di, nuk jam ekspert i çështjeve të sigurisë për të thënë që sa lejohet përdorimi i këtij gazi dhe sa i dëmshëm është ai për shëndetin, Po, nga shqetësimi i qytetarëve është që efektet e këtij gazi lotësjellësh janë djerë gjithandej, dhe nuk e di se sa është i autorizuar përdorimi i kësaj, po nga ana tjetër kuptohet do vend balans e drejta kushtetuese ligjore protestuesve për të shpalosur dhe për të protestuar, kuptohet në rrugë paqësore. Por nga ana tjetër edhe kundërreagimi do të jetë profesional, profesional në kuptimin. Por ajo ndoshta mund të ketë qenë edhe një kundërreagim pra ajo që sapo pamne në pamje, por kryeministri Edi Rama ditën e sotme ka kërkuar ndëshkim për protestuesit të cilët sulmuan me molotov efektive të policisë tek kuvendi gjatë protestës mbrëmjen e së martës, dhe në një reagim të parë pas protestës, teksa ka ndarë edhe fotot nga arsenali i molotovëve që policia ka sekuestruar, Rama thotë se uron që të bëhet drejtësi për policët e plagosur dhe të ndëshkohen mbartësit armëve vdekje prurëse, ndërsa dënon edhe aktet e dhunës, kryeministri Rama shkruan se Partia Demokratike është e vetmja në të gjithë botën demokratike që ushtron dhunë, pra duke ju përmbajtur edhe protestës ditës së dieshme që ka ndodhur. Si keni parë zoti Eliezi të gjithë reagim nga kryeministri shqiptar? Po, e nderuar reagimi i kryeministrit është normal, është bën një reagim politik, një reagim ligjor, edhe duke qenë me statusin e tij edhe si kryeministri i vendit, po edhe si përfaqësues kryetari i Partisë Socialiste sot në pushtet, dhe si e tillë reagimi do të jetë në këtë dy qasje, një qasje ligjore, një qasje edhe politike, duke i atribuar gjithë përgjegjësinë organizatorëve të saj, në rastin konkret opozitës, por nuk është thjesht vetëm Partia Demokratike aty, sepse kjo është një organizim i gjithë spektrit politik opozitar, pavarësisht nuancave dhe flamujve të opozitës, të cilët janë bërë së bashku në të drejtën e tyre për të protestuar për pakënaqësinë që ato kanë gjithmonë në rritje për ato problematika dhe agjendat politike të cilat tashmë janë bërë të njohura. Zhvillimet e fundit qofshin ato të vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilët opozita çfarë kërkon, zbatimin e këtij vendimin, kuptimin e asaj që çdo institucion në pavarësinë e tij çfarë do të zbatojë dhe vendimet e një pushteti tjetër, dhe këtu kemi parasysh edhe këtë reagim të opozitës përmes protestave, e cila çfarë ka kërkuar që betejën parlamentare në kushte që nuk i ka arritur qëllimet dhe objektivat e kësaj për shkak të forcës së numrit kartona që ka opozita, ta zgjerojë përmes protestave popullore, të cilët kanë qenë të vijuse, nuk ka thjesht vetëm ka qenë para 2 javësh, por të kemi edhe një protestë tjetër me mas simbolike dhe me ma emocionale që lidhen me 20 shkurtin, dhe mendoj që në të rast edhe qëndrimi i kryeministrit Rama është ligjor në kuptimin e të drejtës së tij për të mbrojtur ligjin, për të mbrojtur institucionet e rendit të sigurisë, në kuptimin e saj që duke thënë që janë dëmtuar rreth një numër i madh efektivësh, 16 të tillë, me sa